Prefektja e Qarkut Korç ka zhvilluar një tryezë të përbashkët pune me kryetarët e bashkive, përfaqësues të policisë së shtetit dhe aktorë të tjerë institucional me në fokus problematikat e tregjeve rurale dhe nevojën e ndërhyrjeve konkrete. Gjatë takimit u evidentua se në disa zona të qarkut, tregtimi i produkteve bujqësore vijon të zhvillohet në mënyrë të paorganizuar, kryesisht përgjatë akseve kombëtare apo në hyrje dalje të qendrave të banuara, duke sjellë rreziqe për qarkullimin rrugor dhe sigurinë e qytetarëve. Do kërkoj nga kryetarët e bashkive bashkëpunim në mënyrë që jo vetëm të identifikojmë problematikat e tregjeve ekzistuese, po të sistemojmë dhe të akomodojmë në kohë sa më të shpejtë këta tregtar ambulant, që jo vetëm të gjejmë hapësirat e duhura, po të sigurojmë dhe infrastrukturën e duhur. Nuk mundet në asnjë mënyrë që akset nacionale, të cilat janë edhe arterja kryesore e zhvillimit ekonomik, janë imazhi para turistëve tuaj, të shndrohen në hapësira tregtimi, sepse kjo është kategorikisht ndaluar edhe nga kodi rrugor, por në anën tjetër nuk mund të lejojmë që tregtar të vegjël apo fermer të mos kenë kushtet e nevojshme për të tregtuar produktet bujqësore. Në takim u vu theksi tek bashkërendimi i masave institucionale për adresimin e problematikave, ndërsa kryetarët e bashkive diskutuan mbi gjetjen e zgjidhjeve konkrete për organizimin dhe formalizimin e tregjeve rurale. Gjithashtu u theksua rëndësia e orientimit të tregtimit drejt hapësirave të përshtatshme për të garantuar sigurinë dhe rendin.